Në këtë ndërtesë, në qendër të Korçës, nisi 127 vjet më parë shkrimi e këndimi për herë të parë i gjuhës shqipe, e cila hapi dyert më 7 mars të vitit 1887 në godinën e dhuruar nga patrioti Diamanti Terpo. Për shkak të historisë që mbart, objekti është kthyer prej vitesh në Muze Kombëtar të Arsimit, por në fakt, aty gjen të pasqyruar shumë pak nga historia e gjuhës shqipe, përpjekjet e patriotëve apo moria e alfabeteve. Por pavarësisht të rëndësisë tepër të veçantë që ajo ka, sot nuk gjen asgjë nga historiku i shkollës mbarkombëtare të gjuhës shqipe. Deri më sot nuk ka ofruar diçka të veçantë, përveç informacioneve të ekspozuara në banaqe dhe që janë fotokopje ose fotografi të punuara dhe që janë varur në stenda. Do ishte shumë bukur nëse do kishim materiale dhe objekte relike origjinale të asaj kohe. Koha ka për të sajen që një shekull e 3 dekada pothuajse të kaluara nuk kanë mundur dot që të shpëtojnë qoftë në material të vogël për të ekspozuar sot apo që të kemi diçka që të ketë jonën e atyre viteve. Hapja një arkivi dhe biblioteke për mësojnëtoren duket se është sfida për drejtuesit e rinj. Për marrjen e dokumentacionit të mësojnëtores të Parashqipeve të Korçës, normalisht të fotokopjuara, me qëllim ngritjen e një arkivi për këtë institucion, për muzeun e mësojnëtores dhe njëkohësisht krijimin e një biblioteke, ku të gjenden libra që flasin për mësojnëtoren e Parashqipeve të Korçës. Kotherja thot gjithashtu se një kujdes i veçantë duhet treguar në mirëmbajtjen e objektit, i cili nuk ka nevojë për shuma të mëdha parash dhe se mund të arrihet edhe nëpërmjet donacioneve të ndryshme.